Zakonisht, pacientat më të lumtur janë ata që zëvendësojnë dhëmbët. Se me zëvendësimin e dhëmbëve arrihet edhe estetika, edhe që aty me të vërtet shihet rezultati. Tash, unë për veti kënaqesha kur punoj me fëmijët, se është edhe punë e vështirë, po edhe ndina e lumtur kur me të vërtet i shërbej një fëmijës, se ata edhe kanë të vështirë me ta tregu se seriozisht ku është udhim, se ti i thu, cili dhëmbë po dama e prek një, dhe janë thujse të gjithë. Edhe kur na e rahatojmë një fëmijë, unë për vetë ndina ma e lumtur. Kurse për mu rastet që më bëjnë ma të lumtur janë rastet ma të vështira, cilat më sfidojnë realisht, duke përfshi edhe pjesën që ciku doktoresha, pjesën e zëvendësimit të dhëmbëve të humbur, pasi që kemi shumë pacient me dhëmbë të humbur. Këtu në këto raste edhe kur përfshihet edhe kirurgjia, pasi që është një pjesë shumë e rëndësishme, që shkojnë së bashku me protetikën stomatologjike dhe na mundsojnë që ne me arrit një rezultat adekuat të jetë i kënaqur si pacienti ashtu edhe ne si staf.